نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Vllazën të nderuar, xhamatli të respektuar, të gjitha falënderimet dhe të lavdit i takojnë Allahut. I lutëm, i përqërohem dhe së Tij, i kërkoj falje në emrin e Jundi dhe në emrin tim, flumë që Zot, Ati kur falë, që të na udhëzoj e të na drejtoj, të na bashkoj e të na biradoj, smuarit tanë të na i shëroj, të burgosurit pa të drejt i madhe Zot t'i qliroj. I lutëm, i përgjërohem madhërisë së Tij, që imanin të na shtoj, dashnin për ahiret Allahun zamëra tona të na instaloj, si kur këtë dashkuj është e vërtet, nuk pritojna me këto obligime që kena për këtë atë dhej, në mënyrë që të arrijmë kënaqësinë e Zotit tonë. Vllazën të nderuar, shumë selame në emrin e Tij, i çoj Muhammedit alayhi salatu wassalam, të cilin e dojmë, e çmojmë, veprën e Tij e admirojmë, edhe jemi të nderuar që jemi pjesëtar të ummetit të Tij, me të drejtë pas ka pasur Musa alayhi salam, që ka lakmu me konë ummet i pejgamberit alayhi salatu wassalam. A vetë pejgamber të e ditë madhështin e këti njeriu të kaq të madh, që na pak ja dim vlerën Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij, për ummetin e tij, deri në ditën e madhe të lahtarisë. Në këta minuta që keni farzin në gëndit, e unë e kam obligim për Allahut, ju me këtë hytme me ja u kënu. E inshallah i mori Zot këtë gjumua Allahu me në kaminu, ja uftoj vëmërën të luin, që seriozisht dhe sinqerisht me konë me mu. Njeri prej djetarëve, që rrallë gjinën e me konë edhe djetarë edhe pasunik. Rrallë, edhe gjatë historisë, edhe sëpë patë të ardhën. Ose kime pos pasuni, e ka me të mungu dituria, ose kime pos dituri, e ka me të mungu pasunia, se kjo botë është sprovë. Me tanët në këtë botë, zarë është në gjithë, realisht nuk ka, veç Zot kjo me të gjithë. Kështu që të dashurit e mi, kur thët, ja boj, ka shumë kur tha gji, edhe në kodë Rasulullah nga pos kur tha gji, edhe në kodë më të ndritura, selefit, atyre generatave të arta, ka pos kur tha gji, ta kanë maru këlloqë, që tja se ke kupturi, po të bëj be, ty me Zotit me po be, keq që me minu që ti e ke punu. A ti e din, vallahi, billahi, tallahi dhe hisen këtë punu nuk ka. Edhe të dashurit e mi, e kanë bankrëtu. A di që është me bankrëtu? Me të lanë qëmë, e kanë vjerë, e kanë asgjësu biznesin edhe komplet mirën e ti. Edhe të dashurit e mi, për më shkudet e mrejti, rrugën e kanë bloku. E të është kjo është është me menu, me dit e me muj, qysh me ju anku mretit, e me hinë rezidencen e ti, e unë me tëne dy fjallë me në rrugë, e pashën me taku. Të dashurit e mi, është dashë ka gjej me qëllu, edhe e ka mundë sujnu me Allah, në përmjet një ankese publike që e ka përdojë. Qëta ka qenë, në gëllë me vëmëntje. Ka fuaj diqka që në shqyqim të parë me një këtë muhabet, këtë ankesë, aj del pe i dini pe imani. Mirë po njeri nuk të shpejt. Mu gutë, sepse sa herë gutësh e punët nuk i verifikon, ku s'po është me a qëllu. Pra ndaj të dashurit e mi, para se me kalzu, që s'pa mu gutë, po du me kalzu në histori të vruë tërë që mu ka bo vakir.
e juve komunion për shtypje të mirë për një. Po ha e po pi, jo i dene, dorën nuk e ka, për shkak se më krenar, ma dje as protezën nuk e rënoj, se invalidi u qëkës, edhe tash në një mjetes në qabën e bekuve. Mund që më kanë do, juve po du me kënësë. Edhe po thamë publikisht, o, falëndërën e Allah, më në burra për këtë begati që Allah ja ka dhuru. Tash një kalimtari rast, shumë i ngritën, por edhe zëtnime po më thëtë, ti është mirë vetë me i mojtë këtë fjallë. Unë e pe ditë, ku po dënë aj me dollë me këtë muhabet. Ti keme thonë, tjerëve po thu, hani e pini me dërë, me dërë djatë, thunë e bismillah, a vetë po hanë me dërë të shmajtë. A unë e kisha e heromin pështjelën, a ki parasysh, i heromin e kisha të pështjelën. Edhe në ata ju këmë drejtu, e jo këthy, nuk është mirë, dhe argotin e Allahut, me ofendu në bërën e shpisë të Allahut. Se argoti e Allahut, këso e rove, me një dërë ka qëllu, unë e pohoj kopi, me dërë të shmajt, me dërë të djavë, se këtë për mu është dërë e djavë, po ka qëllu në krahun e shmajt. Edhe pes hi ku dorën të i havet, edhe për atë të zëjnë. Me pa tekst, edhe kërkoj folje. Për këtë arsye mos u të burri, e sukut se nuk e di. Edhe ky burri, unë jam ku publikisht, i tha 7 fjali që m'ja pëqyt në fillim, këto fjali e qesin pa i dinit. Tha bëni selam mretit, ma si s'pomlani, tha unë me hi, thuj ati, edhe atyne që kokën edhe më të mënduarit sahija kanë bloku, qka unë e kam tha s'ko zëti, qka muj me bo tha unë s'bën zëti. Në dërë të mija është diqka që zëti se ka kriju, unë i du fitnet dhe sprovat e urejt të vërtetën, e dëshmaj ato që nuk e këm po, edhe folë në tha pavdes. Folë në tha pavdes. Kur e niti mreti të ushetit me stofën e ti, u shkudzën, tha këtë fjali, tha, para, kërë qendrës, njërët një stanë, tha me thonë, masim me ta shpejt, këto tha duhet me ekzekutu, se kjo pa dine pa imon. Kjo tha po mbjellë, tha armitësimin dhe dinit dhe islamit tërë, edhe të dashit e mi jasëllën. Kjo u kësu, se u taku, qatë qëllimi kish, edhe realizaj, ja mundësoj zoti ma. Tha, qka do është e tha ti mi thonë këtë 7 fjali, a di tha që këto fjali tha qesin për i dinit dhe për imamet. Po nëse tha ko mëreti, tha baba mëreti, tha ko tha mundësi, me po sabër e mundni, vallahi tha ka me marrë një nilin e me kojtë me mu. Hajde tha bëjrëm, e pora tha, li ma lejse inda Allah. Tha unë tha kam, qka nuk ko zëti, unë tha kam gru e fmi, e zëti tha s'ka gru e fmi, qëta harë e më qenë, metë mrekti. Këta që e këshim po kur, tha dhe shimë omërat, ekzekutuar më se lekto me full, e letë, unë e full, kjo përbetit të banë. E dyta dhe, indi ma lejse inda Allah, qka mu i thonë me po, tha zëti se për, unë e tha jam insan, me po vaki, në më shumë zëti pe dërës ti, unë e tha leqje për, e pëj zena, e pëj poshtërsi, e pëj likësi, zëtit si takoj e këtu. Tha, shumë është të përti. Që një ju kush e pengon prej gjunave, imamaj, dashnia dhe i zëtit. Dë bjerë me në zëtit, u ja, njësët në kërë, se një nësim të prej. E treta, në ima lem jakhlukullah, unë e tha kam ndorë qka zëtit se ka fërë. Që ishë mërë dhe ku gjatë të këto me thonë, a ko tha të qka në tëk tha që se ka folë zëtit dhe punë, qka tha fjole e zëtit, Kur'an e Kerim. Ajo është fjole e Allahut, nuk është të vej për Allah. E më subhanallah dhe se i meqëm ko kemë të e vërte. Fjole e Allahut, nuk është të krijume, qëto me posë kujdes. Fjole e Allahut, Kur'ani nuk ka vej për Allah, nuk është fjole e Allahut, dhe këshërin e Allahut është pjesë e qenës Allah. Subhanallah se i meqëm. E katër të dha, e që ke do shto me thonë me fjarin, o shë bëjë fitne, e du sprovën, fleshtë e tin që bëjnë fitne, e du fitnend. Tha, pas ka po zotit që pasunia ju dhe fmit e ju i në fitne këtë kohë, që ato tha e du, se këtë njerëzit e dojnë mollën, se mollë i dhashtë këtë, e tu është e dhemshë, e mollë dhe fmija dhe në fitne në këtë kohët, që to dhe kanë posë për qëllë.
E të pestën tha, pse ke thonë e urrej të vërteta? Për shkak tha se Zoti të vërtetës ta i ka thonë vdekja, shko ka dush, po u ballafaqu me dekën nuk. E dekës i ka thonë Zoti çka? E vërtetë. E une, sa do që e ditë që i kom me dekë, si kur edhe te, e kime në shkufronin, ka që aprita me dekë njëri. Ka që aprita me dekë, për që ata edhe e urrej. E të gjashme, tha që këto shme thonë, unë e dëshmoj për ato që se kun po. Unë edhe ti tha dëshmoj për ato që se kemi po, e li kërënuvi. Tha qëka është e? Tha ishtë Muhamedi a.s. E dëshmoj për i gamberin e ti, me syrë tha se kemi po, për e dëshmoj dhe i besoj. E këto që ke thonë, unë e tha folë në pa avdes, që i bjen kja? Tha kja i bjen, tha, sa herë më teke, tha, unë e qej salavot për pejgamberin a.s. E salavoti për të, s'ko nevoj dhe me pëzones. Qëto dhe, qëta? Tha, le, tha që ti, tha, po du ke më kom shëptarë janë, tha, po qka më buha me ty, qka të shtini, tha, me i thonë të fjati. Tha, më shtini, tha, më takon me ty, tha, e këta o bërtartë e tu, të qka e më rëfteje, tha, që shumica ADSH janë dallavergjit dhe dilën gjitë e trahtarët e tu, të ndoshta me provoku mosën, e ata më mbrun të ti, e ti me menun që më dojnë për i dinit, për i moni, e të ndoshta me ty më taku. Që ta dhe më kam kurthem, më kanë për më kërtu, më kanë për kurtha, edhe më kanë ljonë që të popër e qyrë, pa kur që heqë, totalisht. E për këtë arsye më detyru këtë fjalime i thonë, me qëllim që ty sytu e të qetë, edhe optu kënë e kina fërsi, edhe kënë duesh me pasë në vendin të të. Vllazën, me këtë ngjarje që unë e prezentovë para jush, do shta me kalëcu, nuk mi aftën këtë botë më kove që ka sëmtarët, por do të më konë edhe qka më jasë i mirë e këfanën të sinaki. Mi ledzu në rejshta, mi le bede jo mështë në rejshta, por edhe mes shkëro një vetë. Allahu dhu gjelal në shpetoft faqe parë për isprovove me të cilat i kërë disa. Shpesh për shkak gjunahme tona, e shpesh për shkak mendje letësive tona. Allahu ma instaloft mendje letësi. Qërë vazën i pjesë e hodhe njëzve menoj që shkolla ta jepë mendje letësi. Shkolla o zanat, plesht e plesve tonë shkollë s'kan posë, po mendje letë nuk kanë qenë. Por mendje hullë kanë qenë. Mendje hullë kanë qenë, e mendje letë s'kanë qenë, sot bit e tyne mendje letë kanë qëllu, shkollat mëlloja i posedojnë, por mendje hullësit e të parasve tyre nuk janë duke i zbatu dhe duke i parjetu, pa ndajnë e i lutëm Allahu dhul Gjelal që me boni balancim. Edhe shkollë me pos, por edhe menquri edhe tituri, ju s'bana të veni po. Pa ndajnë shumë në mendje, e rujtë Allahu fullin tu, pej tërmetit, prej ratësije, prej papesije, prej traftike, prej neverije, prej liksije, prej poshtërsije. Ja Allah që të tuka këtë ti gjumaj, që të e ke caktu, edhe ke dalu, edhe ke pequ, edhe na ke dhuru. Ja Allah, që të sana e freskara, tokën tunë me shi, freskus e jo frigësus. O Allah, stabilizu tokën tunë mos në të rridhe tokën në kanë të tonë. Runa java për kufit të tonë. Runa njerës e talën që të jenë caktu me i rujt ata kufit. O Allah, rruje ushtetin e policin, mirësit e pegatin. O Allah, këtë planik, zonë dine i ma, këtheleja o sytë, ndërtaja o dashnin për vatan, për fedhe, për adlej, ja kerimu, ja me nanë. Kurse, herët dhe herina tonë, e na qenë gjennet, ati që kasuni s'ka po, e veshë s'kam dhe gju, e mendja, e jonë, edhe e tyne, nuk din me fantazu, as me imaginu, sa bukur Allahu gjennetin për gjennet li e ka kejtë. Allah ju faleminderit shumë, respekt për juve, me ka që përfundoj, edhe lutë në Zotin, e pregaditoni t'i dërgojmë së ravote për i në vejmë tonë, alayhi salatu wassalam.